Bashkia e Vautë-Dejës në bashkëpunim me organizatën Qendra për promovimin e konkurrueshmërisë organizuan aktivitetin përmbyllës të projektit Vau-Dejës si destinacion turistik, financuar nga Bashkimi Evropian. Kryebashkiaku Kristian Shkreli vuri theksin tek turizmi, i cili tashmë ka marrë hovin e duhur në këtë zonë. Së pari dua të falenderoj delegacionin evropian për mundësinë që na krijoi për të zbatuar për herë të parë një projekt në ndërtimin e zhvillimit të turizmit në zonën tonë. Në bashkinë tonë dhe sipas statistikave, numri i vizitorëve ka ardhur gjithmonë në rritje. Vlerësoj shumë shkëmbimin e eksperiencave dhe ndërtimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit mes bashkisë, organizatave, bizneseve, si dhe institucioneve të Bashkimit Evropian, për të ndihmuar dhe iniciuar programe të përbashkëta që nxisin bashkëpunimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të turizmit të zonës tonë. Për prefektin e Qarkut Melinda Ngoni, kjo bashki ka një qasje ndryshe, gjë e cila dëshmohet edhe në tërheqjen e vizitorëve. Po ta shohim ofertën turistike që sjell Vau-Dejës është shumë interesante. Ka një ofertë kulturore që kemi Shordhahin ose Sardën. Kemi shëtitjen e liqenit me një breg të mrekullueshëm, me bujtinat që kanë filluar të ndërtohen dhe i ofrojnë shërbimet e tyre. Kemi një turizëm kulturor, kemi fetar, që me të gjitha ato kisha që janë, kemi kalojmë nga Komani dhe pastaj do dalim edhe tek lumi i Shalës. Andrea Ferrero, drejtuesi i sektorit të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social, pjesë e Bashkimit Evropian, premtoi se tashmë do të kthehet në zonë së bashku me familjen e tij. Është një moment lumturie dhe treshtimi në fund të një projekti, por e di që edhe gjërat e mira ka një fund. Arrit ta shoh se si ky bashkëpunim ka qenë i mirë dhe bashkëpunëtorët janë të lumtur mbi arritjet e projektit. Unë do të kthehem këtu së bashku me familjen time tashmë, sepse jemi adhurues të hiking. Projekti e kontriboi në zhvillimin e zonës së Vau-Dejësit për ta bërë një destinacion tërheqës turistik me bazë komunitetin. Në fund të takimit, disa prej përfituesve dhanë ndjesitë të tyre për ngritjen e bizneseve të reja, teksa të rinjtë të tjerë u certifikuan për trajnimet e kryera.